Po të shikojmë Bregdetin shqiptar sot. Bregdeti shqiptar ka filluar të zhvillohet në golem. Sot është e paimagjinueshme që dikush cili do sipërmarrës vendas të shfaqet në dyert e autoriteteve dhe të propozoj atë lloj zhvillimi. Pse? Sepse ai është një zhvillim tërësisht i papranueshëm, por i lidhur me një kohë kur mundësitë ishin shumë të kufizuara, kur kapitali ishte shumë modest, kur dijet ishin shumë të kufizuara dhe me gjitha kur aftësia vlerëse ishte shumë e kufizuara. Dhe pavarësisht të gjitha problematikave dhe të metave që ka pasur zhvillimi i ndërtimit në fushën e turizmit, gjërat kanë ardhur duke u përmirësuar. Zhvillimet kanë ardhur duke u bërë më cilësore. Kostoja e ndërtimit natyrisht ka ardhur duke u rritur, por dhe çmimi ka ardhur duke u rritur.